Elsejt Hysaj me 95 ndeshje është futbollisti me më tepër paraqitje te kombëtarja e Shqipërisë. Në ceremoninë e topit të ardh 2025 në Shqipëri, Hysaj u shpreh se shikon Kristian Aslanin që është drejt së njëjtës rrugë. Ky i fundit numëron 38 paraqitje deri tani, ndërsa është vetëm 23 vjeç. Batutat e Hysajt nuk mund të mungonin gjatë kësaj mbrëmjeje. Të them të drejtën, është njëri që besoj se mund ta kalojë atë rekord, ai është Kristian Aslani. Besoj që është i vetmi që mund ta kalojë rekordin, por nuk është se mund ta pengoj. Ai është rritur me mua. Kur isha tek Empoli, ai po mblidhte topat dhe unë po luaja. E vetmja gjë që mund t'i them është inshallah vazhdonte disa vjet dhe të luajmë bashk, kështu të paktën e shtyr rekordin. Gjithsesi, rekordet janë bërë që të thyen. Unë ja kam thyer Lorik Canës, që është legjenda e kombëtares. Do vijë dhe ai do ma thyej mua. Thjesht të gëzojmë dhe të na mbesë emri në kombëtare. E vetmja gjë që mund të bëj që ta pengoj është që të luaj dhe unë sa më shumë unë ndeshje dhe do të jetë më e vështirë për të, u shpreh Hysaj.